Jam në Lakrishtë ku banorët po përballen me kufizimet e reja të qarkullimit. Ata thonë se po ja pamundson hyrjet në lagjen e tyre. Fillimisht u ndalua gjysmërreti tek Bill Clintoni e tani edhe te Santea. Luftar Braha, ekspert për digitalizimin dhe telekomunikacionin në komunën e Prishtinës, thot se këto masa janë marrë për të rritur kapacitetin e rrugëve dhe për të përmirësuar qarkullimin sidomos në akset kryesore, si Bill Clintoni. Sipas tij, ndalimi gjysmërrethores në Lakrishtë është bërë për shkak se infrastruktura nuk mbështet ndarjen e sigurt të kthimeve të tilla. Ndalimi i kthimeve gjysmërrethore është bërë për disa arsye. Këto kthime krijojnë bllokime, pika konflikti dhe rrisin rrezikun për aksidente, zgjasin kohën e pritjes në semafor. Infrastruktura nuk mbështet ndarjen e sigurt të kthimeve të tilla. Janë ofruar alternativa për qasje në Lakrishtë përmes rrugëve si nënkalimi i stacionit të autobusëve, rruga Hekurudha dhe Bekim Fehmiu dhe rruga Robert Doll përmes pejtonit. Në anën tjetër, policia tha se nuk ka qenë e njoftuar për këtë vendim nga autoritetet e komunës së Prishtinës. Policia e kryeqytetit, përkatësisht drejtoria e policisë së kryeqytetit, nuk ka qenë e njoftuar lidhur me këtë vendim të ndërmarrë nga autoritetet komunale. Rrjedhimisht nënkuptohet se nuk kemi qenë pjesë e vendimarrjes për këtë. Policia e kryeqytetit, brenda përgjegjësisë që ka ndërmarrë veprime të nevojshme në drejtim të menaxhimit sa më të mirë dhe efikas të situatës së krijuar. Natyrisht, policia e kryeqytetit është në zbatim e sipër të këtij vendimi. Eksperti i komunikacionit Nol Deda thot se bllokimi i gjysmëradhëve nuk i ka zvogluar pikat e konfliktit. Sipas tij, 1 ose 2 udhkryqe është dashur të lejohet kyçja në gjysmërreth. Në qoftë se ata në bazë të projektit sinjalizimit i kanë zvoglu pikat e konfliktit, atëherë në rregull. Në qoftë se nuk i kanë zvoglu pikat e konfliktit, është bërë sinjalizimi, atëherë sigurisht se ai projekt nuk është i studiuar mirë, edhe pikërisht është ajo masanesi ndodhen këto send. Në përkryqëzimin e rrugës, gjithmonë duhet mi kthyer kërkesat e qytetarëve, edhe në bazë të kërkesave të qytetarëve me kriju edhe projektin e sinjalizimit. Banorët e këtyre lagjeve kërkojnë zgjidhje të shpejtë, pasi siç thonë po detyrohen të përshkojnë gjysmën e qytetit për të kyçur në lagjet e tyre. Ka vështirësuar shumë se tash për shembull 5-6 semafora nuk i drejt më kthy kërkon për pit poshtë, duhet më shku tash gati brek diell Italia unsa për më kthye. Vështirësi më shkëgja shumë. A është harxhim plus kohë? Po plus harxhim plus kolona plus tanat këto lidhen bashkë me qytetare, me kerre, me këta. Rrugë pak na kanë vështirësuar shumë komunikacioni. S'po di kush i ka bërë këto ndalesa kështu se shumë është pa lidhje. Tash shembull marr pi fushkosove. 1, 2, 3, 4, 5 të shkolla që më duhet më shku për me u kthy më ardhën në spital.